Kur fëmijët tanë dalin nga shkollat nëntëvjeçare, ka shumë kallaballëk. Ky është termi turk i shqiptarizuar që unë dëgjova, ndërsa shoqërova një mikun tim të merrte nga shkolla djalin e tij. Shkolla e xhiruar është 11 janari ose siç quhet sot, Edi Turhan, ku unë personalisht në moshën e djalit të mikut tim, shkoja në atë shkollë me çelësin e shtëpisë në qafë dhe gjithmonë vetëm. Sot, ati dallon dy element kryesor. Njëri ka të bëjë me shoqërimin e pjesës më të madhe të tyre nga gjyshrit apo nga prindrit, dhe elementi tjetër ka të bëjë me atë pjesën e vogël të këtyre nxënësve që janë të pashoqëruar dhe që si rrjedhim çantat e shkollës i mbajnë vetë të krusur nga pesha e pajustikueshme e librave. Sigurisht që çantat e nxënësve të shoqëruar nga familjarët mbahen prej këtyre të fundit. Po kaq e vështirë është për Ministrinë e Arsimit të vendosë disa standarde për masash apo dhe peshe për librat shkollor? Tu kërkoj përfituesve të tenderave disa gjëra më shumë se shpërblimi në dorë. Nga kjo gjë mund të kishin edhe ata vetë përfitim kostosh. Pa poshi se... Po.